Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio. Rikthehet Trip Top si çdo të diel në orën 18:00. Jeni me Ariol Arioni. Po ti thoj Ariola Sheu dhe Arion Muça. Ti thoj Arioni, po them Ariola. Po pra me Arion Muçën dhe Ariola Sheu, të dashur miq, për rreth 2 orë do të jemi së bashku si çdo të diel, siç e tha, bashkë prezantuesja më e mirë në botë, Ariola Sheu. Dhe do të jemi Julka Gramu dhe Eriona Rusi. I gabim. Jemi live, kështu që se rregullojmë më dot në këtë emision. Po pra, ta sqarojmë. Dhe do të jemi së bashku me një nga lokalitetet, me një nga qytetet, me një nga shtetet të preferuara, jo vetëm të mia, po tani më kam kuptuar edhe të shumë shqiptarëve. Po, se ti se kishe nxjerr në Instagramin tënd një postim ku e diun për Japoninë, komente njerëzit më thoshin mua, po ky Arioni në Japoni, andaj këtë, çfarë është kjo, ky pasion i ri shqiptarëve për Japoninë vëlla. Tani më e keni kuptuar? Unë nuk e di. Do flasim për Japoninë në këtë episod. Shqiptarët janë shumë kurioz për Azinë. Shqiptarët janë rritur edhe me anime dhe manga, kanë lexuar, kanë parë Goku, Vegeta, Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen së fundi Brezi i ri. Pra janë anime të cilët i kanë edukuar dhe i kanë treguar këtë kulturë. Nuk e njohin sa se çfarë janë anime dhe as se çfarë janë manga. Të ndrojnë kanal. Ose të rinë ose të rinë me ne dhe të mësojnë diçka më shumë, se është një nga kulturat më pasionante që unë kam njohur ndonjëherë. Flasim për Japoninë, do flasim për Tokyo veçanërisht sepse i ftuari ynë ka qenë në Tokyo, e ka vizituar dhe do të na rrëfej eksperiencën e tij në Tokyo. Por kush është i ftuari ynë, do të lexoj se çfarë thuhet në bion e vet të Instagramit, thuhet journalist, editor dhe content creator. Por sigurisht është një nga personazhet më të lezetshëm që unë kur të vi këtu do ja them Arion që e kam shumë qejf edhe në social media dhe shkoj nga ske profili vet që ta shoh. Unë ndonjëherë kur nuk jam, ta bëj unë këtë ta them si element, kur nuk jam dhe nuk kam mundësi të shoh Bigun, e shoh Bigun nëpërmjet postimeve të tij, kështu që besoj një element, një po i lezetshëm shumë, ka humor. Njerëzit e duan e kanë. Është i hidhur po i mirë njëkohësisht, se është i hidhur dhe i mirë. E kuptua, do flasim për Tokyo. Po, e kemi shumë shok. Dhe ka parë Japoninë me sy. Me vesh, me gjitha ndjesitë e ka parë Japoninë. Dhe meqense jemi tek Japonia, po më së shumti do fokusohemi tek Tokyo, duke qenë se e ka përzgjedhur si qytetin e tij të preferuar. Të themi 2-3 elementë. Tokyo është një qytet, nuk mund ta quajmë as qytet, mund të themi është një nga qytetet, mos qyteti më i madh në botë, duke ditur që ka 37 milion banor. Fillimisht i njohur si Edo, që mësova që do të thot hyrje e gjirit, pra përkthehet ndryshe, ose porta e lumit dhe e detit. Ndërkohë bukur e qyteti i Japonisë në vitin 1868, Arion duke u kthyer në një nga qytetet, në një qytet samurajsh me superfuqi moderne. Samuraj, për ata që se din, vjen nga një fjalë japonisht që do të thotë të shërbesh. Pra besnik të përjetshëm. Po si kryeministër tek ne. Kryeministra, do të thënë shërbëtori i popullit. Tamam, shërbëtori i popullit është gjithsesi janë një klasë luftëtarësh që janë elitë në Japoninë e lashtë, edhe që shërbenin si mbrojtës dhe si ushtar të zotërive feudale. Ata ishin të mirët. Ne në fëmijërinë tonë dhe regjia besoj është dakord me mua, kemi qenë me ninjat. Ishin ata të veshur me zeza, me maska, kështu që udhëtonin natë. Kur the ninja, mua vetëm Tartaruga Ninja. Një nga filmat amerikanë në këtë rast, i cili është frymzuar nga bota japoneze, janë pikërisht Tartaruga Ninja, po Ninja Turtles, për ata që flasin në anglisht, edhe ata aty janë frymzuar edhe pse emrat e tyre janë nga artistët italianë. Dhe sigurisht Japonia, kur flitet për Japoninë, flitet për teknologjinë, Arion flitet për inovacionin, flitet për, le të themi, e shohim shumë si një vend futurist, por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë që është një vend shumë shpirtëror, ka një kulturë tek kthimin vetvete, tek jetesa në mënyrë minimaliste dhe sa më pranë paqes edhe le të themi paqes së brendshme. A do të zihesh me mua në këtë moment? Të ruajturit e energjisë, se duhet të ikim çfarë. Do ta mbyllim këtë pjesë. Okej, kështu që qëndrojmë te paqja, qëndrojmë te Tokyo, pas pak edhe info të tjera. Dhe rikthehemi përsëri së bashku të dashur miq, tani më e keni kuptuar, jeni dhe do të vazhdojmë të jemi në Trip Top për rreth 2 orë së bashku, që prej orës 18 deri në orën 20, pra deri në orën 8:00. Arion, do të flasim për filozofinë japoneze tani, do të mësojmë diçka më shumë në formë se si ata e kanë të ndërtuar jetën dhe pse ky qytet dhe gjithë Japonia në fakt si shtet funksionon kaq mirë sa funksionon. 6 filozofitë japoneze, të cilat unë u kuriozova kur po lexoja librin Wabi Sabi, është një nga edhe
Ikigai, po edhe Ikigai, po Wabi Sabi e theksonte që janë 6 filozofi. Kështu që mendova pse jo t'i sjellim këtu në program për të kuptuar më shumë se pse japonezët janë kaq në paqe, sikurse po diskutonin pak më parë. Filozofia e parë është Ikigai, arsyeja jon për të jetuar. Pra kur ti gjen arsyeën për të jetuar, pika ku pasioni, talenti, misioni, por edhe të ardhurat takohen. Që nuk do të thotë që është e lidhur me punën tënde, mund ta gjesh edhe si hobi Ikigain tënd, kështu që në momentin që ti e gjen hapësirën tënde për të qenë i lumtur. Pra gjen arsyeën për të jetuar, shumë e bukur ishte. Wabi Sabi, që unë e lexova me shumë dashuri, fliste për bukurinë e cila qëndron në papërsosmëri, sepse neve tendencën e kemi të kërkojmë gjithmonë që të jemi perfekt apo kërkojmë gjithmonë më të mirën nga vetja. Kjo thoshte bëj paqe, pranoje veten ashtu siç je me të gjithë papërsosmëritë tua dhe të kesh thjeshtësi dhe të pranosh edhe kalimin e kohës. Pra praktikisht ishte kjo lloj filozofie. Kaizen, përmirësimi i vazhdueshëm me hapa të vegjël çdo ditë Arion. Nëse je brenda të 6 jetave ke kohë ta nisësh, nëse je brenda 9 jetave ke kohë ta përmirësosh. Sa e bukur. Kjo është filozofia, po. Unë lexova një shprehje sot në fakt, më doli në Instagram edhe thoshte gjithmonë konsistenca fiton mbi talentin. Gjithmonë konsistenca fiton talentin. Pra një njeri që është sistematik, e ka treguar koha dhe unë mund ta garantoj. Edhe Kaizeni. Shikata Ganai. Shikata Ganai. Nuk e dia e thash sakt, po sigurisht edhe sakt që ata japonezët që na ndjekin në këtë moment na shkruajnë një mesazh për theksin. Po për theksin. Prano atë që nuk mund ta ndryshosh dhe ec përpara me qetësi. Po, filozofia e Einsteinit. Edhe luftën e kemi, edhe me tjetrin. Dhe më pëlqen edhe ajo që thoshte Einsteini, që thoshte ke një problem. E ke zgjidhjen? Po e kam, pse mërzitesh? Ke një problem? E ke zgjidhjen? Jo, nuk e kam, pse mërzitesh? Qysh këtë ka thënë dhe Timon e Pumba, ke Hakuna Matata. Po me sa duket aty e pas ka marr. Gjithsesi, mua më pëlqen shumë kjo si shprehje, sepse ne gjithmonë kemi tendencën që të merremi për shembull. Një nga shprehjet që dëgjova dhe mua më ka lënë shumë gjurmë, është shumë e thjeshtë, shumë mediokre, po për mua bëri një ndryshim në atë kohë, thoshte, duhet kuptosh që gjithë secili ka të drejtë nga këndvështrimi i vet. Po, është e vërtetë edhe kjo. Kur ti e kupton këtë, fillon të bësh paqe edhe me realitetin. Gaman ose gam, si mund ta them ndryshe? Gaman. Hajde më vesh. Durim dhe forcë e brendshme për të përballuar vështirësitë me dinjitet. E bukur dhe kjo, po. Tu mund të çalojmë pak. Po këtë thuaj vet Arion se ti ku e di unë ta them unë këtë tani. Bajtori, po. Mos e krahaso veten me të tjerët, siç lulzon ti, lulzon dhe tjetri dhe secili e bën këtë gjë në kohën e vet. Unë mendoj që filozofia që kanë ata. Këtë kam dëgjuar ke Mulani. Okej, kështu që tregon që edhe ti ke parë filmat vizatimor që lidhen me botën japoneze. Në këtë rast Mulani është kineze. Me Azinë, le të themi kështu. Po, le të themi që ngjajnë shumë me filozofinë që kanë. Pra, japonezët në përgjithësi ato çka tregojnë, thonë apo reflektojnë edhe në për libra tregime apo në historinë e tyre, ashtu janë edhe në botën reale. Domethënë, ata mundohen të ndjekin rregullat. Janë shteti apo populli që un kam njohur që më së shumti ndjekin rregullat. Tani na tregoti duke qenë se ke qenë në Japoni, ke ndër vendet e tua të preferuara për mos thënë të preferuarit dhe pas pak do të na bashkohet dështuari dhe nuk do të lë radhë, kështu që na thuaj 2-3 gjëra që të kanë bërë ty përshtypje. Më ka bërë shumë përshtypje fakti që trenat janë të përpikt. Flitet për Austrinë apo Gjermaninë apo le të themi shtetet europiane që janë shumë të sakta. Në Japoni nëse treni vonohet 2 minuta, ti mund të marrësh leje nga puna. Sepse 2 minuta për një tren i bie që ti në fund duke ndruar 3, 4, 5 trena i bie që ti ke humbur të gjitha koincidencat e tua, kështu që automatikisht do shkosh me vonesë në punë. Dhe nëse treni është vonuar, e prori jot mund ta gjej këtë vonesë të listuar në internet, kështu që nuk e gënjen dot dhe nëse vonohet treni, ti ke leje nga puna. Fle në punë Ariola Sheo. Në Japoni nëse ti fle në punë është treguesi numër 1 që ti po punon fort, po punon shumë dhe je një njeri i devotshëm, sepse ata nuk e kalojnë as në përmend që ti po flese, ku je i lodhur se ishe dje dark duke bër fest me shokët e tua. Për ata, puna është aq e rëndësishme sa njerëzit që flen në punë janë njerëz të respektuar. Edhe nëpërmjet e flen. Po kam dëgjuar edhe këtë tjetër në Arion që për shembull në transportet publike praktikisht nuk flitet në telefon, po njerëzit në përgjithësi shkruajnë dhe atmosfera është shumë e qetë. Ishte Tokyo qytet i qetë? Absolutisht, në metro nuk gjej asnjëri që fliste, asnjëri që bërtiste, asnjëri që komunikonte, dëgjoj vetëm zhurmën e trenit. Dhe zhurmën e asaj vajzës japoneze dhe pastaj më pas e përkthyer në gjuhën angleze që thoshte next destination apo destinacioni i radhës Shibuya dhe ti merje vesh nga do të zbrisje
marketin, nga krahu i majt apo nga krahu i djathtë. Nuk lejohet të bëhen foto brenda në, nuk lejohet të hash ushqim, nuk lejohet të pish ujë, nuk lejohet të mbash çadrën hapur dhe mbi të gjitha në Japoni, ta themi edhe këtë si sekret se është shumë e bukur, në Japoni të gjithë telefonët, edhe telefonët më moderne, edhe pse keni bler diku tjetër, kur shkrepni foto, bëjnë zhurmën e aparatit. Mira fjala ke zhurma edhe ke ngrënë Arion, zhurma ajo është respekt i madh për ata. Respekt shumë i madh. Nëse ti nuk plaçar, si thuhet shqip kështu plaçaritesh, kur bën kështu kur hap buka. Për plas buzë. Eksakt, ti bie që ushqimin që je duke konsumuar, më mllaçitesh, bravo. Je duke konsumuar një ushqim që nuk po të pëlqen shumë, madje nëse ti konsumon ramen duhet të bësh fiks zhurmën e thithjes. Atë që për kafen tonë është e gjerbura. E gjerbur? E mirë thash, e gjerbur? E kafes duhet ta bësh për ramenin. Rufite dhe ti kafe. Rufite, po. Gjithsesi janë të obsesionuar edhe mbas higjienës, edhe këtë duhet ta themi. Shumë, madje së fundmi për ata që ndoshta nuk e kanë vizituar apo kanë dëshirë ta vizitojnë, duhet të mbani gjithmonë qese me vete, sepse në Japoni nuk ka kosha mbeturinash, nuk kanë asnjë vend përveç se në 7-Eleven apo Family Mart apo në supermarketet caktuara, ku ti mund të hedhësh mbeturinat. Dhe aty duhet të hysh brenda të konsumosh diçka për ta përdorur koshin. Kështu që gjërat me vete, mbi gjithë mbeturinat. Dhe ata kanë menduar edhe për turistët të cilët nuk e dinë gjuhën japoneze, për shembull ka ushqim fake në vitrina, që është krejtësisht identik sikurse ai që ti konsumon, është qiri, është gëdhëndur me dorë nga artistë të caktuar, të cilët janë ekskluzivisht të fokusuar apo të profesionalizuar në atë drejtim dhe ata gdhëndin ushqime në qiri dhe t'i japin fix idenë e ushqimit real. Kështu që ti kur nuk di çfarë të hash, e ke pjatën fake aty, po që ngjan si reale dhe thjesht i drejton gishtin dhe i thua dua këtë. Arion, cilat janë kostot për të shkuar në Tokyo? Japonia aktualisht është një ndër shtetet që po pëson një inflacion shumë të madh, sidomos për ne që jetojmë në Europë apo për ata që jetojnë sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku madje kushton më pak të shkosh në Japoni se të shkosh nga Europa. Pra nëse Amerika e ka diku te 500 euro biletën, ne kemi mesatarisht biletën për të shkuar në Amerikë, e kemi, në Japoni nga 700 deri në 1400 euro, le të themi që kjo mund të ishte një mesatare që mund të përballojë sot pavarësi edhe të periudhës. Kjo periudhë aktuale, nëse nuk e keni prerë para kohë biletën, biletat dalin shumë të larta. Dhe shpenzimi kryesor që do të bëni të dashurmiq nëse parashikoni të vizitoni Tokion apo Japoninë në tërësi është bileta. Asnjë kosto tjetër nuk është e papërballueshme në Japoni. Hoteleritë janë jashtëzakonisht shumë të lira, pra po themi 1500-1800 euro me 2000 euro. Unë ju garantoj që me 2000 pak euro ju bëni 7 ditë të bukura në Japoni, duke përfshirë këtu udhëtimin, duke përfshirë këtu edhe transportin, dhe duke përfshirë dhe hotelerin. Pastaj ushqimi varet nga ju, ku doni të hani, si doni të hani. Nëse doni të bëni eksperjenca me yje Michelin, absolutisht që duhet të pagoni më shumë. Duhet kollitesh pak. Tani, vetëm pas pak në studion tonë do të kemi Andi Vrapin, po duhet ikim Marion se na fluturoi koha. Jo, meqense ishim te Michelin, ata falenderojmë këtë G-klasin që kemi këtu, se e kemi të bukur, na i ka bërë enkas për ne, ka realizuar në 3D, e ka realizuar Auto Direct, i cili është sponsor i programit tonë, dhe duhet ta falenderojmë sepse Auto Direct ka pjesë këmbimi origjinale për çdo model makine me dorëzim të shpejtë dhe të saktë edhe brenda pak orëve brenda Tiranës së dashurmiq dhe jo vetëm, me çmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Edhe sloganin e kanë shumë të bukur për këtë G-klasin edhe për çdo produkt që ata kanë, dhe e kanë Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt. Kemi pas. Edhe unë u bëra si këto velinat që shoqërova. Vetëm pas pak do të jemi të bësh velina. Vetëm pas pak do të jemi me Andi Vrapin programin tonë dhe do të flasim shumë për Tokion, keni shumë për zbuluar, kështu që vazhdojnë që ndrojnë në Top Albania Radio. E keni kuptuar tani më, e kemi bërë për shkrimin se patjetër kemi bërë për shkrimin e personazhit, disa indicie ju dham në fillim, kush ka qenë lidhur me ne e ka kuptuar që është një personazh i cili me ne në fakt është edhe jemi goxha të lidhur, tani më ka pranuar shpesh herë. Po çfarë flet, ne kemi xhan shumë mirë, mua më kënaq, e di Andi që unë kam ndjek kur kam qenë i vogël. E di që s'më pasur qef në fillim fare. Jo. Okay. Se më ke thënë po e di. Unë do të kam ndjek që jam qenë i vogël. I vogël jo, se jemi macon, po. Jo, do të thosh, e di që unë shkoj enkas ke profili jot, sidomos kur ta Prime, po edhe çfarë po të di, shumë i lezetshëm. Dua ta bësh një postim te Lemri jot se e quam në Instagram sigurisht stok. Po. Unë jam ajo. Okej, si e vesh fikse, domethënë sot si stok. Si për ndjekse. Andi Vrapi të dashur. Ndjekse që duam. Po, gazetar, moderator në formatet e veta. Fala, ke moderuar Gremit.
Gazetar. Gazetar. Mos të hym pjesë tjera, ama se udhëtar profesionist. Po tashmë po. Domethënë ti o je duke moderuar diçka në rrjetet e tua sociale ose je diku në përballë duke udhëtuar. Mezi pres të vija imazh që zoma shihni më fytyrën në këtë qytet. Lumsi ti. Mezi pres. Vetëm postimet do si stop po. Jo, po si do paguam unë. Kam përshtypjen që unë sot do jem një e ftuar në këtë program, duke qenë se ju të dy keni realizuar një udhtim jete që shumë ja kanë zili dhe besoj kush e disa komente keni marrë. Dhe keni shkuar ashtu, ja do mi tregoni të gjitha këtu live në program, sepse keni shkuar në Tokyo, për cilin ne kemi nisur dhe programin dhe kemi folur. Vazhdo ti se të njëjtin udhtim, po kemi që jo, kam përshtypjen, prandaj po them. Domethënë ju të dy do jeni shumë të lezetshëm sot. Jo, po ti qëndroj që të marrësh këshilla çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet të bësh. Patjetër, unë do jem dëgjuesja juaj sot. Ti themi sekrete publikut që po ndjek në këtë moment ose në kanalin 10 në digital apo në radio, sekretet janë që kur i kërkojmë të ftuarit na listojë një sër vendesh që ka vizituar, nuk është e thënë që ti të vije Tokyo ndër udhëtimet e tua të ëndrave, sepse nuk është e thënë. Jo, po nuk është e thënë, nuk ishte taksative kjo si gjë dhe unë u gëzova shumë kur e vendose dhe i thash edhe Ariolës kur po bënim gati skaletën, i thash nuk do kishte që do ma refuzoje sepse unë në puntatën tuaj të parë unë ju kam dëgjuar që ti ke folur për udhëtimin në Japoni. Shumë pak. Po, dhe thash ndoshta këta e kanë prekur do të thonë një tjetër. Ja, nuk e kishim konsumuar. Ne si po të prisnim. Me vërtet. Dhe thash nuk ka të ftuar të mbyllur sezonin me mua, jo tani në mes. Isha ose ti ose Bjordi. Tani i thash. Po, Bjordi tani unë në fund. Në këtë emision nuk do ta quajmë do ta quajmë Trip Tokyo. Shumë flitet për Tokyo. Ne kemi di qytet dytë, po ja na bie koha për të folur për atë. Se do daleshit për shkakun. Si? Për çfarë qyteti do doje të flisje? Kishim Madridin të dytin, por kam përshtypjen se do qëndrojmë shumë gjatë. Madridi është shumë rezervë, shumë atë Madridin mbajni kështu, mbajni në një folder, mbajni aty më njanë. Më listove Tokion dhe Madridin, po me siguri e ke kuptuar që edhe puntata ka nisur me Tokion. I kemi dhe regjia ti ka vendosur simbolim Madridin. Po Tokyo është gjë tjetër pastaj. Ja, kështu do iki unë këtë vit, do iki kështu. Ju besoj e shkrepët të foto, no? Ja. Unë do iki sërish në Tokyo këtë vit, do iki në fund të majit, opa ja, dhe unë duke ngrënë ramen. Ky është rameni im i parë në jetë. Ne kemi ngrënë sa kemi shkelur në Tokyo. Ishte shim? Unë zdi ha me chopsticks me shkopin, edhe ishte çik siklet, domethënë se do ta mbaj. Po kështu i mirë për foto. Për foto po, se ishte sa i kisha ngecur, dhe pastaj momentin që i ngrija vë piknin. Kështu që kishte shihet mirë çuna se ishte fantastik. Ndër ramenit më të mirë, ndër më të mirët, se rameni më i mirë që ne kemi ngrënë në Kyoto, kur po shkonim tek kështjella e samurajit. Mbrëmja. Në mbrëmje apo jo? Ka qenë mes diqen azurit dhe shiu, po ishte kështu si estetik, ishte shumë e bukur. Nuk është se u lagëm se aty nuk vuaje për çadra nuk vuaje. Pse? Pasi mund të gjeje kudo me çmim shumë të lirë, kishte vende që mund të gjeje edhe falas. Po, edhe ishin nga ato çadrat e të dukshme, ishin të lehta, kështu nuk bezdisnin fare dhe kur hyje në dyqan, kishte nga ato makineri që ti e fusje të mbyllin në qese dhe merr vetë që as nuk lagtas. Është jeta shumë e bukur atje, është shumë e lehtë atje. Ndërkohë si erdhi, unë e di, po për publik. Si erdhi jeta dhe si shkove në Tokyo, pse në Tokyo? Një miku im si thua ti Ariola, një mbrëmje të bukur, nuk e di ka qenë shtatori, thjesht më merr në telefon, unë fillim jam mbylla, se nuk e di çfarë po bëja. Çaj bin 100 herë telefonit. 100 herë telefonit. Jo, kam qenë nuk u marr me gjë, e di që kam qenë nuk u marr me gjë. Edhe kur e mora, edhe më tha, jo, më shkruaj ti, tha, këto data tha i ke të lira, ishte tetor. Ti për çfarë varet për çfarë? Në vetëm fund tetori, fillim nëntori. E mbaj mend shumë mirë Arion. Edhe i thash e kam të lira, pse? Bëu gati tha do ikim Tokyo, tha. E lexova një herë. Thash po ky thash tall atë me mua. E mirë thash. Edhe vazhdoj, domethënë fjeta u zgjova, prapë e mora kështu sikur një prilli. Po. Ishte se ishte para disa ditë. Okej, edhe kur më kërkon pastaj të dhëna, thash, do të bëj shumë serioze. Dhe e kam kuptuar që do iknim realisht në Japoni, do vizitonim të treja qytetet, në Tokyo, Kyoto dhe Osaka, se unë nuk e llogaris Hong Kongun. E kam marrë seriozisht dhe e kam kuptuar që do iknim vërtet ku ishin të dyert ambasadës. Ua. Po. Mua sapo më ishte refuzuar viza amerikane. Ishte për ty Tokyo një ëndër, sigurisht, domethënë unë kisha 5 vite minimumi që e thoja kështu me gishta në vesh edhe bërtisja që doja ta shija, po madje edhe kur shkoja në qytete tjera në Evropë, kur më dilnin dyqanet japonezi, isha kështu, kjo është shenja që unë kisha filluar edhe mësoja pak japonisht, kisha filluar një kurs japonisht. Pra si më thënë, kisha shtruar rrugën dhe kur e erdhi isha
E pas ke manifestuar. Po, e thënë drejtë. Edhe me një ndërhyrje, po ndërhyj unë këtu pak, me një ndërhyrje që na bëri kur ishim në Japoni me Bjordin, regjizorin. Edhe i kishte në mes të rrugës, nuk erdhi me ne. I shkruan Bjordi, këtij i shkruan Bjordi, më merrni një suvenir, diçka të tillë apo kështu të fol dhe i kishte thënë të silte një suvenir që ai akoma e ka në shtëpi, ta ka bler një Naruto. Me qira fjali Bjordi ku e ke? Ka bler një Naruto. Naruto për ata që se dinë është një anime. Dhe që aty unë kuptova që ti e kishe qef Japoninë dhe në trurin tim kishte mbetur kjo gjë që nëse do të bëj përsëri një udhëtim. Çfarë thua? Po për sa kohë se ka marrë vesh në përpostimet e mia që u vdisja për Japoninë, ka kuptuar kur mori suvenirin. Ma pa thënë që do ikte me Bjordin, dhe kisha shumë zili, dhe kisha thënë që kam shumë zili. Në fakt kemi qenë në plazh, kemi qenë në ver para 2 viteve, mos gaboj. Edhe jemi ul duke diskutuar dhe hodhi idenë e Trip Topit, e programit që nisi të bënte me Bjordin. Edhe ja jemi në radio. Po, prit. Edhe doni ishte edhe një person i tretë në atë program që s'po do të isha unë, por më spostuan me stil nga limin e kohës. Se bëj shaka. Edhe e hodhën si ide për tikur në Japoni dhe unë isha kështu parimisht dakord, por mi den që sa ide hedhim në tavolinë sa realizohen. Dhe pastaj vetëm kur më thot do ikim thot me Bjordin e Japoni isha kështu. U dhja kështu i lënë masdore. Prit njerë këtu se më tha dhe mua. Dhe ja që unë e mbajta premtimin. Po unë atë kohë isha shumë i zënë edhe po të më thoni sigurisht që do kisha refuzuar se nuk isha as kohë fizike, as nerva për të shkuar, se kur ikën në kontinent tjetër dhe për më tepër në Japoni, duhet që minimumi 2 javë Ju në fakt sa ndenjët shumë? Në Japoni ndejtëm 7 ditë. 7 ditë dhe 4 ditë të tjera ndejtëm në Hong Kong. Në Hong Kong, po. Do të flasim edhe për Hong Kongun në pjesën tjetër sepse do thellohemi. Do jemi aty, bën mirë të mos jemi aty. Do ta padisim për prishje imazhit të Hong Kongut. Kishte vetëm na la spoiler. Jo, ishte në pjesën e fundit. Jemi në sekondat e fundit, kështu që kjo ishte vetëm hyrja për Japoninë të dashurisë. Sekondat e fundit. Do rikthehemi pas pak në Albania Radio me Andi Vrapin dhe eksperiencat e tij të Tokios. Jemi rikthyer në studio, jemi me Andi Vrapin, i cili nuk i lam as pak kohë sa mori të bënte postimin e radhës, se Instagrami të merr kohë, Si do shifja orën. Dhe në fakt do jetë po ti se pe orën, gjithë publicitetin, gjithë këngën. Po pra. Ndërkohë që në shumë raste, meqense jemi dhe rikthehemi në Trip Top të dashur miq, që sapo jeni lidhur në radio në këtë moment në makinën tuaj, po jemi me Andi Vrapin dhe po flasim për Japoninë. Kjo është krye fjala. Unë e shija Japoninë nëpërmjet postimeve të Andit kur isha me Andin në Japoni. Se më pëlqenin shumë postimet që bënte. Ti jam shumë i sinqert dhe i thosha madje që kam bërë. Ja, këtë foto kam bërë, edhe këtë kam bërë. Kjo është koka ime, kjo është koka jote, po. E shilja ti poshtë për ata që na ndjekin në kanalin. Ky është njeriu që mban më shumë kapele në jetë që kam njohur. Dhe më pëlqente ai shumë dhe e shijoja Tokion apo Japoninë nëpërmjet postimeve të tij sepse unë lumturohem shumë. Kjo është ajo e fatit që dërgoja. Po, edhe më thon drejtën ka dalë. Sa bukura duken more. Fix 100% ja, vash, po, por shumë se për atyra po. Për lekët. Ua, të erdhën lekët, bravo. Shit, gjithatë folën për lekët, mashallah. Dhe po flasim për udhëtimet. Si ishte të udhëtoje ndryshe, sepse me sa di unë, këtë kemi diskutuar bashkë, por diskutojmë nëse ke dëshirë edhe për publikun. Ti ke udhëtuar në pjesën më të madhe të rasteve vetëm, ose nëse ke udhëtuar me best friend. Ishte herë e parë që ti udhëtoje me një njerëz që e kishe relativisht mik, siç jam unë, që nuk e njeh fare. Domethënë kur ishim në avion, kur duke zbritur thash, unë realisht erdha në anën tjetër të botës me 2 njerëz. Që si jo fare. Në Evropë dhe kur ikin Kosovë iki vetëm, domethënë jo në anën tjetër të botës. Çfarë bën Japonia? E kisha marrë me shumë pozitivitet, duke qenë se të udhëtuarit në një vend shumë të largët, i bie që gjithë ishim me një emërës të përbashkët që ishte dëshira për të vizituar Japoninë. Unë me Arionin kishim kohë që njiheshim edhe kishim shumë interesa të përbashkët, do nisur që nga vendi ku po shkonim deri tek animet, edhe tek mangat, edhe te serialet. Pra kishim shumë interesa të përbashkët. Antoni nga ana tjetër unë se njeh fare, por kisha besim të verbër tek miku im. Edhe mendova që në zgjedhjen e tij Antoni tani edhe një herë çuna. Antoni ishte një nga djem që ishte pjesë e përputhen dhe u bë pjesë e rrugtimit. Zëvendësoj si më thën Bjordi, duke qenë se Bjordi nuk mundi dot të ishte me ne. Edhe pse unë rria kujtoj gjithë jetën dhe kujtoj gjithë jetës që nuk erdhi me ne atë periudhë. Por nuk është se u pendova. Pa i humbi more.
Ishte udhimi i parë që bëje ndryshe, përveç se larg ndryshe. Sigurisht, ishte i pari, por kur vajtëm rruga ishte shumë e gjatë. Njerëzit mendojnë edhe njerëz po them, aty në letër mund të shkruhet që është 12 orë larg ose 10 orë larg. Po një ditë, domethënë e keni po sepse bëhet fjalë për tranzitin, nga ana tjetër fluturimi vetë shumë i lodhshëm. Po dhe vajtja deri në hotel merr kohën e vet besoj. Në momentin që ti shkel në atë vend. Të duket sikur tani arritë. Nuk ka rëndësi, domethënë, madje shijoj edhe vajtja nga Narita që është aeroporti deri tek Tokyo brenda në qytet, edhe vetë udhimi me tren, domethënë, është ty të duket është eksperiencë më vete, se nuk ka lidhje fare me qytetërimin që jemi mësuar. Çfarë ishin gjërat e para që vure re, si më thën kur e vizitove nga afër? Se okay, ne dëgjojmë për shkak të një vend, po kur është urbanistik edhe zonat rurale, nuk janë si më thën wow, jashtëtoksore, por është literalisht ashtu siç ti e ke parë në anime dhe në filma. Pra ajo vendosja e shtëpijave, balli i çdo shtëpie që është prafërsisht i ngjashëm me tjetrin, mënyra e vendosjes të gjelbërimit, ato kabllot elektrikë janë të varur, po ka një lloj estetike, nuk të duket e rrëmujshme siç mund të duken në Tiranë apo mund të duken në qytete të tjera. Dhe vetë ajo Tirana. Pra në kaosin e vet ka një lloj sistemi. Ka një lloj estetike edhe në kaosin e vet. Pra Arion e di shumë mirë që unë ecja dhe në gjën më absurde rria duke bërë foto. Se ishte duket e bukur ashtu. Duket si ajo gjëja që ti ke parë gjithë jetën në televizor dhe për herë të parë ti e sheh në jetë reale. Dhe trauma e parë ka qenë hoteli. Nuk ishte hotel, Arion. Nuk ishte hotel, Arion. Fjalia ime në grup chat, se ne kryejam një grup chati, ishte do jemi në një kapsule hotel. Idhini një sy dhe i çova linkun. Kapsula hotel, kur në fakt çfarë si e themi në shqip? Në shqip ne i themi çadër. Si themi? Çadër. Do donin të ishte çadër, po s'ishte as çadër. Një vrim hostel, në shqip është hostel. Mund të bëj pak trauma dumping. Unë kam urryer gjithmonë të qëndruarit në hostel. Po pra. Pra dhe kur më thonin miq në Evropë që provoje, bëje ose aulona, për shembull që u thon shpesh, thotë po ti je single, ti e provon. Unë të rri me njerëz spanjor në vend të fle. Kurrën e kurrës. Ose që fiks për mua, jo pse. Dhe kur shkova. E kam çuar unë. Mirë, nuk kaluam keq. Interesante ishte Antoni që ngëriste të eci në majtë të gishtave dhe le të mos flasim. Po se koncisht fjetja në një dhomë ishte me kapsul. Pra ishte i mbuluar, pra ti futesh e brenda, mbyllje si më thën derën dhe ishte brenda, ishte një dhomë e vogël. Ishte kapsule, ke parasysh kapsulën? Po vetëm se ishte në formë kuboidi, ti kishe gjithçka, kishe prizën, kishte ajër kondicionuar. Ishte okay, domethënë se kemi të bëjmë me Tokyo, nuk po flasim për një qytet të humbur në Udion. Po mirë, sot që e kujtona, mendon që ishte një eksperiencë dhe ajo duhej provuar. E bukur sepse duke vizituar, duke pasur dhe Arionin si udhërrëfyes, duke treguar ca gjëra, mënyrën si funksionon ato gjërat e para që për një udhëtar për herën e parë në një qytet ndoshta mund të të kapi ankthi, pra nuk e di si funksionon. Ne i kishim gjatë mësuara sepse kishim Arionin që na i tregonte. Gjë që ma bën mua shumë të lehtë tani që do iki vetëm 2 javë vetëm, kështu që kam sot mund ta marrësh kurajon ta marrësh diku me vete për të bërë ti udhërrëfysin. Do marr, po do iki vetëm. Si logjik, mund ta marrësh ti udhërrëfysin, ti je ti udhërrëfysi, pra e përjetova këtë. Le të themi tani që do shkosh për herë të dytë, çfarë do vizitosh ose ku do doje të shkoje? Gjëja e parë që unë do bëj, do gjej atë pamje nga kodra ku shihet i gjithë qyteti i Tokios, edhe shihet edhe Tokyo Tower, që ne nuk arritëm dot ta gjenim kur ishim aty. Pra është kjo këtu po shihet nga kodrinat. Nuk është kodrinë, nuk po them që të marrësh malin e Dajtit, po po them është një zonë e ngritur e gjelbëruar ku ti mund të shohësh të gjithë qytetin e Tokios, edhe mund të shohësh Tokyo Towerin, por natën mua më bën gjithkohës flashback me Sailor Moonin, kur ka parë Sailor Moonin. Aty u ndan rrugët e mia me Japoninë, aty u takuan dhe u ndan. Po s'e kam ndonjë pasion të fshehur Japoninë, as të shfaqur. Ktheu tani, vazhdo. Mirë pafshim, çuna vazhdoni vetë sot. Edhe kjo gjëja e parë që do ta bëj, kam përshtypjen do ta bëj nga Shibuya Toweri. Kjo gjëja mund të shihet shumë mirë se koha 99% do mbaj shumë mirë se është në fund maj fillim qershorit. Kjo është gjëja e parë që do bëj. Gjëja e dytë është Shibuya Crossing. Okej. Po, do rikthehesh në Shibuya Crossing. Unë merrja më famshëm në botë. Që është ky që po shohim nga pasa apo jo? Është po. Po pse? Domethënë çfarë të rhoqi ose po të pyesë sinqert, sepse ajo se kupton. Shibuya Crossing është si puna e Times Square-it, por shumë herë më e pastër, shumë herë më estetike dhe shumë herë më nostalgjike për ne që jemi rritur me kinematografinë japoneze dhe me animet japoneze, kur na tregon gjithkohë Shibuya Crossing. Kështu që është në kulturën ka një kuptim edhe emocional, më shumë emocional. Është kuptim emocional. Është në kulturën pop Tokyo,
këtu shkojmë në Gjinesë, pse unë kam dashur të shkoj në Tokyo apo një nga dëshirat e mia ka qenë që të mësoj japonisht, është sepse të gjithë filmat vizatimor me të cilat ne jemi rritur, zanafillën e kanë nga ky qytet, nga ky vend. Edhe sot e kësaj dite, ndoshta mund të jenë prodhuar në vendet perëndimore siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por zanafillën e kanë pasur në Tokyo dhe madje disa prej jo disa prej, po 98% e serialeve vizatimor jo vetëm origjinën, po edhe teknikët, producentët, të gjithë prodhimin e kanë bërë në këtë vend. Sa nice. Dhe ata janë shumë të fiksuar me origjinën e tyre dhe me territorin e tyre dhe kanë gjithmonë brenda serialeve apo vizatimeve të tyre. Jemi në fund të pjesës. Ja, regjia na thot. Kemi ende sa kohë regjia me mund ta mbyllim thot regjia këtë pjesë. Atëherë na mbyll të lutem me një fjalë në japonisht ose apo do na thuash në 700 milioner. Në paragraf. Me që kem mësuar japonisht. Arigatou gozaimasu. Okay. Faleminderit shumë. Vetëm pas pak do po e pak. Se më gjova. Me brazi ta them. Rikthehemi përsëri së bashku, po, çfarë do thoshe? Po. Fluturon koha, e di, fluturon. Çfarë do thoshe? Ne do bashkë me kohën. Po thosh, sa foto të bukura kanë bërë more? Po, fotot i kanë bërë vërtet shumë të bukura, saqë unë kur i shija postimet e tua në Tokyo më merrte dhe më buron nostalgjia apo dëshira për të kur të shkosh, unë do shkoj para teje. Po ti, po zot, do shkoj përsëri para. Po ti do shkoj para meje. Dhe t'ja themi çfarë kemi bërë në plan? Po, ja the. Do marri diçka të devshej në Shibuya, edhe do i gjejon. Dhe jam thjesht indicie, do i bëj një lojë me indicie për vajtë për ta gjetur. Dhe kur të mvi këtu mua, kemi gjithë të ta shikoj ke vënë se. Japoninë e kemi prekur edhe me informacionet e përgjithshme që dham në hapje të emisionit, po kisha qejf të pyesja ty çfarë të surprizoj shumë, çfarë ndoshta edhe të zgënjeu, se jo gjithmonë, se është ajo shprehja që thon mos e tako kur idhullin tënd. Ndoshta për të zgënjur është fakti që me anglishtën i kishin punët. Nuk flasin anglisht japonez. Të hyrin punë japonisht aty të. Paka shumë humore vesh me vërtet. E di që unë edhe 6 muaj pasi isha këtu, jam bërë 6 muaj paktën se mos dilja bllaf. Edhe shumë kohë pasi isha kthyer nga Japonia, kishte raste edhe kur isha jashtë për shembull, se më ndodhi që ika në Lyon, pastaj ika në Vjenë, edhe kur më thonin ai gjë ose më jepnin diçka pasi blej, ja bëja, hajde ja bëja. Arigatou gozaimasu. Do të përgjigjesha në japonisht sepse gjoja japoneze ka një gjë. Si arigato? Arigato gozaimasu. Çfarë vëllajma? Gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Thuaj vetëm gozaimasu. Kozaimasu. Go. Thuaj vetëm Jo, jo, po e bëjnë, patjetër që e bëjnë. Nuk e di kush e ka bërë me ty, po më mos e ka bërë tjetër tani çuna. Dgjoj, ka një kuriozitet tani se ti tani do fillosh na tregosh patjetër, po unë dua të ndalesh pak edhe tek ushqimi në rrëfimin tënd, përveç se gjërave mas që duhet shohim. Kur më shkuanin në shtëpi ishin kështu, po çfarë po ha sa atje s'ha gjë. Po pra, në fakt edhe këto vende që janë me ushqim ndryshe. Me Japoninë, ngatroj gjithmonë me Kinën, me pra kultura japoneze dhe kineze. Ai sa ne na duken të ngjashme ose të njëjta janë shumë të ndryshme. Ushqimi në Japoni është super i shijshëm dhe super i lirë. Unë madje ja tregoj edhe miqve kur më pyesen ai ishte shtrenjtë, ne kemi ngrënë një drekë së bashku, të tre, kemi mbushur tavolinën plot dhe me gyaku, që është bifteku tradicional japonez. Edhe ka kushtuar për afërsisht 50 nuk e di kjo. 90 euro për 90 euro të bashkë. Që janë zorët Tokion me shumë me 500 euro. E kemi në TripTop, shkoni në YouTube dhe e gjeni atë moment. 50 deri në 90 euro. Maksimumi 90 euro, minimumi 50 euro, 3 persona, një drekë e bollshme. Dhe ishte restorant i mirë. Po mirë, çfarë po thoni që Tokyo është e lirë? Shumë e lirë. Po, është shumë e lirë. Madje edhe mëngjesin, unë mund të dëshmoj që unë e kaloja vetëm me 2 produkte që i blenim në 7-Eleven, edhe që ngopeshin dhe ishin shumë të mira. Sepse atje ka dhe një gjë që pastaj udhë dhe rrëfyesi na e shpjegoj me shumë detaje. Që këto produkte që shihni këtu për shembull, në momentin që kanë fruta ose perime në ambalazh. Që janë capije për ata që na dëgjojnë në radio? Po mund të jenë edhe mund të jetë kos, edhe në debatin e hadapi. Ata duhet i kenë brenda produktet bio. Ka me ligj, nëse ke portokall është portokall brenda 100%. Dhe unë jam habitur kur mora në fillim një lëng portokalli dhe ndjeja fijet e portokallit brenda, copzat e portokallit brenda. Edhe ja, ky është vakti im i mëngjesit. Vitamin C që të mos sëmuresha. Edhe ishte kjo gjëja që ishte mbushur me
kisha mbushje nga më ndryshe, unë e merja me moll. Edhe ky ishte mëngjesi im dhe ishte më së i bollshëm. Por ti vizitove jo vetëm Tokion, e cila në një farë forme të la zemrën dhe të mori zemrën. Po vizitove edhe Osaka dhe Kyoto. Ore sushi a hëngrët një herë se tani duhet të dim sushi është më i miri në botë. Sushi është kinez, nuk është japonez. Kjo që ham ne, nëse më lejon ta them unë, kjo që ham ne nëpër Europë nuk ka lidhje me Japoninë. Është ushqim. Jo, pa hëngrët apo s'hëngrët sushi? Ne kemi ngrënë nigiri, ramen. Ne provuam në një restorant në Tokyo, provuam sepse ishin nga këto restorante që të vjen ushqimi vet, pra ti thjesht ulesh dhe thjesht vjen rrotullohet aty që me tren, po. Patëm edhe disa mikesha të reja, po ky është i martuar dhe nuk e themi dot, po ishin gjithë me mua. Bella, se është i lidhur, patjetër i lidhur janë, po se kemi fshehur. Po që si je i lidhur për shumë vite je martuar, që është bota ime. Se bën gabimet e mia. Jo për vete. Po folëm për mua, flasim për trenin, po ushqimin me tren. Dhe aty ndoshta kemi provuar sushi, që njohim ne. Po në asnjë qytet tjetër të Japonisë nuk kemi konsumuar sushi sepse kishte rameni është ushqimi i tyre tradicional, supa. Mund ta gjeni gjithandej praktikisht edhe me çmime të lira, më sapo kuptoj. Ky është një ramen tipik që na hanim edhe këtë kemi provuar në Kyoto dhe për mua ky ishte vakti më i mirë që un kam ngrënë. Nga pamja duket e çuditshme çuna. Nga pamja duket e çuditshme. Nuk është, po ambientohesh shumë shpejt. Brenda 24 orëve ti ndihesh si zonës aty, si u ke lindur aty. Duke nisur që nga tualeti që është shoku i parë kulturor. Tualeti është më e bukur në botë kulturor, domethënë, sepse ku shkove në tualetë, di se jam këta është mega luks. Kur të provosh tualetin japonez do na besosh. Është mega luks, domethënë ne hynim dhe dilim pas 3 orë. Sepse është me ngrofje, me ftofje, është me larje, me shplarje, me vibrim. Me ajër, është kështu, është sigur ules në limuzinë. Domethënë është vërtet higjiene e lartë, se njihet Japonia. Edhe në kapsula hotel që ishim ne, që ishte hostel i famshëm, ishin kushtet 10-10, pra ishte çdo gjë perfekte. Pra kushtet në hostel ishte sikur ti ishe në një hotel me 4 yje në Evropë, jo në Evropë, jo, se Evropa. Po le të themi në një hotel shumë të mirë në Europë, në një hotel të mirë, po. Jo, unë mund ta them 4 yje, pra ti ke hotele 4 yje në Evropë ose edhe 5 yje që nuk janë kursi. Po, që nuk janë kursi hosteli që qëndruam ne, apo si mos flasim për Bangkokun, për s'kemi qenë bashkë në Bangkok. Po, kemi qenë në Hong Kong. Marion, çfarë memorie. Jo, para se të ikim te këtë dua ta di. A janë friendly njerëzit në Japoni? Apo ta lëm mister për pas pak? E bukur është, diskutojmë, po, kthehemi pas pak. Mos më frym. Jemi rikthyer në Top Albania Radio, jemi me Andi Brapin, Arion Muça dhe unë. Dhe unë Ariona Shek. Duke diskutuar për Japoninë, për Tokion dhe konkretisht e lam tek bisedën tek një pyetje që unë vërtet e kam shumë kuriozitet, sepse njihet që ata nuk këtë pjesën e kontaktit fizik nuk e duan, përshëndetjet i kanë specifike dhe automatikisht i mendon janë apo si janë ata njerëz friendly pra japonezët. Pra nuk jam ndier, domethënë i keq pritur aty. Edhe kur hynim nëpër dyqane apo edhe kur pyesnim përkundër ashensorit. E mban mend skenën e ashensorit që kanë dalë vajzat nga ashensori kur po hipnim në një nga ashensoret në qendra komerciale, po kemi qenë në një nga ashensoret, edhe ishin 2 vajza brenda, ne futemi brenda, ato dalin jashtë. Po ndoshta do dilnin apo. Po mirë, më ndoshta. Jo, nëse më lë të korrigjoj këtu, jo për të thënë që s'ke të drejtë. Ne nuk jemi njerëz të bukur për japonezët, duhet ta pranojmë këtë gjë. Ata i duan meshkujt apo të bukurit. Siç shohim ne njerëzit me ngjyrë. Shpellar, ne jemi shpellar për ata se kemi qime. Shpellar. Ne kemi qime, jemi të pasjellshëm. Mashkull ideal japonez është një mashkull pak androgjen. Një mashkull që androgjen është tani. Ne gjithë me full mjekër, me flokë. Po, ata unë nuk do thoja që janë të sjellshëm, unë do thoja që janë të rregullt. Shiko, unë thash jam deri keq pritur sepse ne kishim rastin e restorantit që ishim ulur dhe 2 vajza që ishin ngjitur, 3 vajza që ishin ngjitur me mua, na pan që po xhironim dhe hyn automatikisht domethënë pjesë në frame edhe ishin okay, i treguam çfarë po bënim për programin që po xhironim. Pra, aty ishte shumë friendly, po edhe nëpër dyqane edhe më kështu, trauma ime kur hyra në dyqan që ishte plus 18. Ua, pse? Niste si dyqan lojrash në kat të dytë ishte zoti ma. Çfarë të pan sit aty? Çfarë nuk pan sit? Po kati parë ishte video games, pra ishte Super Mario, ishin qefte, kemi filmuar atë, kemi filmuar. Ishte kati dytë, gjithëm kat 2 zonë hap perden.
Aq shpejt sa e hapa perden, aq shpejt e mbylla. Po sa thash, për ata është krejt normale, ta shpjegojmë këtë gjë. Hentai për ata është siç kemi ne videolorët, ata kanë edhe hentai, pra nuk e quajnë. Hentai është pornografia e vizatuar. Pra janë anime apo vizatuar me vizatime janë. Zakonisht edhe ata ta ke shënoje në supermarkete normale, t'ia themi publikut që po na dëgjon makina apo në kanal. Ja, mos do mendojnë që janë njerëz të shturur, se shqiptarët ai çduan. Jo, edhe janë pak, ë. Ja, s'janë ashtu. Në periudhën Edo pedofilia ishte krejt normale për japonezët. Si janë në periudhën Edo të mirë. Sot pra Arion ka ligje sot. Se edhe në kohën e Slokut e kemi pasur prostitucionin të legalizuar dhe të pranuar, por nuk e kemi sot e kësaj dite që nuk mund ta vendasim në periudhën Shalorsit, po diskutim tjetër është ky. Mos i bjem qaf vëllezërve tanë. Ata ti futesh në supermarket, ke ushqime, në një kënd vogël ke lodrat seksuale të vendosura që siç mund blesh këtu në supermarket prezervativat apo aty i blen apo vajrat për shembull në farmaci këto si janë. Po, sepse konsiderohet pjesë e higjienës, edhe është për ata është krejt normale, pra që edhe pjesë e eksperimentit. Jo, po aty në dyqanet 7-Eleven apo si quhen ata të tjerët? Family Market. Pra janë dyqane që qëndrojnë 24 orë 24 hapur, edhe aty ti gjen pothuajse çdo gjë që duhet, që nga ushqimi deri te higjiena, dhe ata e konsiderojnë po, pra ata i konsiderojnë si pjesë të higjienës së tyre, nuk e konsiderojnë usa turp të ke marrë kondom ke vënë aty. Ai e konsideron pjesë të higjienës personale. Kondomi është një gjë dhe lojrat e seksuale. Por para disa vitesh edhe këtu ishte turp kondomi, edhe këtu prezervativi kishte turp tablia. Unë për vete nuk pash lojra pra sex toys, por kondoma dhe pjesë të higjienës personale që mund të jenë ndoshta tabu për ne akoma sot e kësaj dite. Aty ishte, okay. Mirë, kjo është gjë e mirë. Në fund ditës një informacion dhe edukat seksuale është e shëndetshme. Meqense jemi këtu do ta bëj atë pyetjen që të kam bërë në emision. Për geishat, sepse kemi bërë një debat shumë të gjatë, ne kemi dhënë si informacion. Çfarë janë? Çfarë janë geishat? Sepse kemi diskutuar edhe me miq të tjerë kur kemi diskutuar për Japoninë. Çfarë mendon ti që janë geishat? Jo, unë kam lexuar shumë për geishat sepse më ka pëlqyer shumë edhe libri dhe filmi dhe lexova shumë dhe pastaj kuptova. Shumica e perëndimorëve mendojnë që geishat janë punonjëse seksi, edhe që si më thon konsiderohen si një lloj prostitutash siç konsiderojnë ne. Por në fakt eskortët tona sot moderne. Por nuk janë, geishat janë të kulturuar, janë të lexuara, janë të shkolluara, kanë një prirje kulturore që mund të jenë aktrim në këndim, në shumicën e rasteve i kanë të gjitha bashkë, edhe bëjnë shkollë. Bëjnë shkollë dhe performojnë një lloj teatri pak më privat siç kemi teatrot ne. Dhe kanë qenë shpesh të abuzuara, po jo se ka qenë e planuar nga shoqëria, siç ndodh shumicën me disa këngëtare apo aktore që abuzohen seksualisht nga menaxherët apo nga drejtues të tjerë. Ashtu ka ndodhur edhe me geishat, por ato në vetvete nuk janë punojnëse seksi, janë punojnëse kulture, le ta themi. Dhe kanë qenë bura në fillim. Me çka kam lexuar unë Arion është që ashtu lindën, pra lindën si artiste, të cilat nuk mund të kishte gjithë secili luksin ti kishte pranë. Si më thon rregullin e geishave kanë qenë perëndimorët e parë që shkelën në Nazi dhe amerikanët. Britanikët. Edhe pse do ta them këtë gjë, nuk e di. Po jo, doja të thoya që ta përfundoj. Sot po janë edhe punojëse seksi. Po sot po sepse për shkak të luftës parë botërore dhe më pas për shkak të luftës dytë botërore dhe për shkak të invazionit qoftë nga britanikët, qoftë nga amerikanët, ata u detyruan me forcë që të kthehen në punonjëse seksi, por në librin e tyre, në textbookun e tyre origjinal, ata nuk janë punonjëse seksi. Po, është kishim me mikun ton që kur përmendëm geishat mendoj që ishin punonjëse seksi. Ishim dhe ishte gjëja më e bukur kur i shije vajzat japoneze apo jo, në Kyoto kemi parë shumë të veshura me veshje tradicionale. Kjo është një nga fotografitë. Kjo është në Tokyo në fakt, që visheshin me këto veshje tradicionale. A ishin kështu të bardha si ke filmi? Jo, I so pale. Po, ai është make-upi që ata vendosin për në logjikën e kulturës asiatike, bardha është e bukur sepse i vjen që ti spunon. Ne do të kishim ardhur me kostumet tona. E vërtet që kemi bler. Edhe i kemi bler. Dhe një element tjetër, edhe një element tjetër shumë interesant për geishat apo për veshjet tradicionale në Japoni, nëse ti i vesh ato veshje në përmjetet publike ti hipën pa lek. Është gratis 25 maj deri në 4 qershor. Me kimono. Gjithkohë. Siguria, regjia, si jemi me minutazhin? Do ta mbyllim, doja në pjesën e radhës, kemi edhe një pjesë nëse nuk gaboj. Do ta mbajmë atë se s'kem ku dalëm. Do të flisë për siguri. Sepse Azia në përgjithësi është pak e frikshme, faktikisht është larg, po kur je në Tokyo do na zbuloj Andi më pas, është e sigurt apo jo? Pas pak.
Shumë faleminderit ju që na dëgjoni në radio të dashur miq, shumë faleminderit ju që po na ndiqni në kanalin numër 10 në Top Channel apo ju që po na ndiqni nëpërmjet aplikacionit sepse jemi kudo apo jo jemi edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok, kudo ku shkruan Trip Top, kudo ku shkruan Top Channel, jemi ne. Andi Vrapi na bëri shoqëri deri në këtë momente, ka bërë një gjë që askush s'e ka bërë Ariola Sheu, ka ndrit një pjesë më shumë. Ka ndrit një pjesë më shumë. Po qytet që po flasun në të ja gjithë programin. Evi Reçi. Se sa ka drejtor Evi? Një pjesë? Edhe Evi me një pjesë më shumë. Mirë, unë duhet 30 pjesë tjetër. Siguria në Japoni. Jo, po kënaqemi, çuna, falni se unë tani po shuaj shumë kuriozitete, po ma bëni dhe mua ta dashuroj pak më shumë Tokyo, po jo vetëm, se kemi vizituar edhe qytete të tjera. Po nuk rri në kapsula. Po zori në kapsulë, se në kapsulë do rishti? Un po. Shiti. Edhe pse mua hajde kërsej. Edhe më tha mua hajde. Siguria, Andi ka bërë një gjë që unë s'kam arritur dorë ta bëj. Andi kishte një gjë që unë nuk e kam kur u thoj, kishte dëshirën të rinte vetëm. Andi merrte shkëpute një orë. Andi ti që ke shoku im? Po, Andi, prandaj duhet ta pyes për sigurinë. Unë gjithmonë kur isha me çunat isha më i sigurt, vetëm edhe pse te Japonia unë ndjej si vend shumë të sigurt, se kisha komoditetin. Ti udhtoje vetëm, si ndjeshe? Jo, në Tokyo jam ndier super safe, komplet i sigurt. Edhe në Osaka, se në Kyoto nuk patëm shumë mundësi që qëndronim, do të thënë ishim gjithkohës me njëri tjetrin. Po se fakt hyn në Japonia në përgjithësi si një vend i sigurt. Por. Unë ndjesha safe se isha veçun. Nuk është realiteti është pak ndryshe kur je vajzë, se kur ishim atje algoritmi TikTokut dhe Instagramit na nxjerrte gjithkohës postime që kishin bënë në realitetin e Japoni. Dhe një pjesë e realitetit unë e pash kur isha vetëm në Osaka. Në Dotonbori. Po, është në një zonë të kryesore të qytetit kalon lumi dhe janë disa ura që janë pjesë kryesore të qytetit. Edhe Glikomeni, kush ai buri me duar të lartë se ju ka rastisur, quhet Glikomen, Dotonbori. Para tregut. Po e shpjegoj shumë shqiptar. Edhe unë thjesht po qëndroja dhe thjesht po shikoja gjithë pjesën e qytetit që ishte buz lumit, që ishte me billboarde dhe vija re për shembull që në momentet që kishte forca policore që ishin dyshe që qëndronin për mbarvajtjen e sigurisë, po. Dhe shikoja në fillim herën e parë u tremba se thash, okay. Çka ka ndodhur? Jo nga policët, po qëndroja dhe teksa po shija kaloi një vajzë vetëm dhe ju afruan dy çuna te veshit direkt. Në atë moment u afruan dy punonjësit e policisë, isha like what çfarë ndodhi këtu? Edhe njerëzit vazhdonin normalisht jetën, ata djemt u larguan dhe qëndronin po të njëjtën urë, nuk kurse iknin me vrap. Edhe isha okay. Edhe kjo gjë u përsërit disa herë dhe pastaj kur hyra duke kërkuar Osaka edhe qytetet e tjera të Japonisë për vajzat, fatkeqësisht ashtu sikur se vende të tjera azjatike si Korea e Jugut apo Kina apo vende të tjera të Azisë Juglindore, nuk janë shumë të sigurta për vajzat. Ndryshe ndoshta nga Tokyo që duke qenë se është megapol edhe është shumë herë më i madhe, më e emancipuar, edhe ndoshta edhe ka pasur edhe ndikimin perëndimor më të madh se qytetet e tjera, është pak më i sigurt. Deri nga ora 2 e natës kur pastaj aty fillojnë pinë dhe gjithë njerëzit shumë japonezë ta dish. Po këta dy çuna ç'a donin nga kjo? Nuk ishin vetëm dy çuna, po ishin grupe të caktuara që ngacmonin vajza dhe pastaj duke biseduar. Pra Shqipëria 85-a, ka parasysh kur dilnin vajzat nga shkolla, por që në shumicën e rasteve ndodhin dhe rrëmbime dhe gjëra, prandaj edhe ishin prezent forcat policore. Pastaj një mikesha ime që ka jetuar në Seul, në Korenë e Jugut, më tregonte që për një periudhë shumë të gjatë vitesh, paktën deri para 3 viteve, 4 viteve të fundit, ndodhte që vajzat kur kapeshin vetëm mund të tërhiqeshin dhe futeshin në këto shtëpi të argëtimit, jo detyrimisht shtëpi publike, por shtëpi argëtimi ku bën karaoke dhe thjesht futeshin aty me forcë dhe mbaheshin aty natyra maskullore. Për tu argëtuar me këngë. Pra nuk është shumë safe, ndoshta për vajzat unë nuk dua sugjeroja që të lëviznin ose të lëviznin dyshe ose të lëviznin në grupe ose në çifte. Tani për Kyoto do na thonin në gjë apo njësoj si Tokyo, vetë gjë e bukur që na pëlqeu ishte shtëpia. Kishte gjëra të bukur dhe Kyoto. Po ne nuk qëndruam shumë gjatë në Kyoto. Kishte gjëra të bukura, nëse doni të vizitoni edhe tempu, jo vetëm kulturën japoneze, atë që keni parë për anime dhe manga moderne. Japonia e historike që kemi parë ne është në Kyoto. Pra shtëpi, edhe rrugët, edhe çdo gjë është duket shumë throwback, duket shumë nostalgji edhe autentike. Ndërkohë qytetet e tjera Osaka dhe Tokyo e kanë ruajtur edhe një pjesë të tyre të zonave të vjetra të mbrojtura, por janë shumë moderne krahasuar me Kyoto. Gjithsesi mbeten vende shpirtërore, Japonia në përgjithësi ka një filozofi e tjetër që nuk përshtatet pse
për mirë në kuptimin e për mirë. Domethënë të erdhi kjo lloj qetësie që shkon. Feja budiste është prezente në Po pra, ashtu po mendoja. Ata kanë shumë prezente, ata e kanë në arkitekturë. Edhe astrologët e thonë që pozicioni i sidomos i Japonisë në raport me hapësirën e bën që të ketë shumë komunikime energji të pastër. Edhe energjetike krahasuar me së po ngjajsi ajo. Në 2050 parashikohet që të gjithë flasin me këtë gjuhë që po flasim ne tani, kështu që jemi në rregull. Ndërkohë parashikohet që deri në 2030-ën qendra ekonomike e globit do kalojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa, do kalojë në Azi në të tre dragojt janë 4 tigrat, 4 tigrat e famshëm. Dhe Japonia, kjo ishte arsyeja pse unë vendosa të mësoj japonisht, do na duhen gjuhët. Një nga tigrat. S'është more. Di, po vish. Ore, kur tha Sali Berisha mësoni kinezën, qeshën njerëzit, do t'ju bë Kina. Një nga gjërat e pakta për cilat ishte saktë ai. Duhet ta mbyllim, po doja ta mbyllja me një tjetër element që lidhet. Kjo kohë kaq shpejt. Pa, 7 ditë apo jo do qëndrosh në Japoni të tjera, 7 ditë të tjera përveç 10 në total. Wow. 12 dua t'i bëj. Përveç shkollës së famshme të çfarë do vizitoj tjetër edhe Shibuya. Po, edhe një gjë që nuk e di çfarë do bëj tjetër, se unë jam njëri shumë spontan kur jam vetëm, pra thjesht do eci rrugëve. Do shijosh. Sigurisht do shkoj në Shibuya Tower, që është një nga dyqanet më të mëdha diskografike në të gjithë botën. Është shumë ikonike, njihet në kulturën pop. Nuk e di çfarë do bëj pastaj, thjesht do eci. Do na i komunikosh nëpërmjet postimeve të tua në Instagram që me zi presin. Që by the way quhet J-pop. J-pop, s'është jo janë po është J-pop, pra ose G-pop. Po nuk K-pop është për Korean. Po çfarë? Andi, do na premtosh që do vish prapë se pas kemi pas kaq shumë për të folur, më nuk. Unë shkëti kam 7 udhëtime për këtë flas përpara këtë vit, po hajde. Shikoj ti mund të vish çdo ditë. Po, shikoj ta bëjmë bashkë programin që ajo se pas ka më shumë qejf. Kështu që vazhdoni çu kalosh i bukur. Shumë do të bëj vetëm kjo do na. Ne më shumë sindi. Shumë faleminderit, jeni shumë të mirë, faleminderit shumë të mbar do të bukur. Ne rrugë të mbar, edhe ti. Takohemi. Ti do vish unë do iki. Ose unë do iki ti do vish. Takohemi në aeroport. Ishim me Andi Vrapi, vetëm pas pak do të rikthehemi përsëri këtu në Trip Top në Top Albania Radio. Si fluturuan 2 orë të dashur miq, kemi mbritur drejt fundit të 16, më falni, 16 do thosha, 18 deri në orën 20 kemi qëndruar së bashku, kemi folur për Japoninë, kemi thënë sekrete, ju kemi dhënë dhe tipsa, pse jo gjithë ju që jeni duke planifikuar një udhëtim të largët siç është ai japonez, tani më keni mësuar sekrete, keni kuptuar, keni dhe pika referimi për të vizituar pikërisht në një nga qytetet, do pak në kënd vështrimin tim duke ditur që kam shkuar disa herë më të bukura në botë. Nëse do ta krahasoja Tokion, e vetme që mund të haj kokë për kokë në shihet e mia apo që mund të më jepte të njëjtin vibe duke më lidhur edhe pak me emocionet e fëmirisë është New Yorku, Ariola. Vetëm aty mund ta e tha dhe Andi, vetëm New Yorku. Po New Yorku nuk ka të njëjtën pastërti që ka Tokyo. Pra nëse Tokyo mbetet një nga qytetet më të pastra me higjenë shumë të lartë etj, New Yorku pastaj është një katastrofë. Kush e ka vizituar New Yorkun, gjëja e parë që ka dalluar unë një ndërta ishte fakti që ishte vërtet shumë rëmuj dhe shumë pisë. Domethënë nëse ti në New York ngre kokën sipër, shef drita, shef grattaciela, kur ul kokën poshtë është merr. Në Japoni, nuk e tham me Andin, por në Japoni bëhet shpesh një test nga gjithë ata që shkojnë për turizëm, ishin në këpucët dhe udhtohet një periudhë të caktuar minutash në përgjithësi zbathur, kur nuk bie shi, kuptohet, dhe me çorape, dhe ti ngre çorapen nga poshtë dhe shef sa pis bëhen, më beso bën shumë pak pis. Këpucët në Japoni nuk të bëhen pis. Ne kemi qëndruar, se nuk e tha Andi, një pjesë të mirë të ditëve në Tokyo me shi, dhe shiu ishte bekim. Unë i thosha bekim. E kisha si fjali, sepse vetë shiu aty, duke qenë se është struktura e drenazhit të ujit, është aq e mirë kuruar sa ti nuk të zë kur këma në ujë në tokë. Asnjëherë, edhe pse shiu mund të jetë i rëmbyshëm. Ndërkohë Arion, ne dëgjuam edhe ca këngë kështu nga këto të çuditshme që i kishe sjell ti sot, se muzikën e kemi të ndërtuar sigurisht në bazë të këngëve që janë bërë më të njohura për Tokyo, po edhe për Japoninë, sikurse ishte para me të cilën nisëm me Shawn Mendes Lost in Japan, po ne dëgjuam edhe ca këngë të cilat ti më tregove se janë pjesë e fëmirisë time, po fëmirisë e një pjesë mirë të njerëzve që po na dëgjojnë në këtë moment, besoj se kushdo e ka ndjekur një, le të themi, një Naruto, pra ata që janë nga apo deri tek 20-at e sipër, besoj se Naruto e kanë ndjekur. Kemi pasur muzika dhe këngë të tjera që kanë qenë startimet, pra fillimet e kukullave të famshme ndërkombëtare, të cilat në një farë forme mua më kanë edukuar dhe rritur. Kemi një
një element shumë të rëndësishëm që ata po bëjnë sot. Janë të vetmit që arrin nëpërmjet materialeve të tyre, siç janë anime dhe manga, të transmetojnë ende vlera. Janë të vetmit që s'janë ndjen ç'a ndodh lart e poshtë, shohin punën e vet. Eksakt. Ata kanë akoma vlera, pra vlera e shoqërisë. Unë i këshilloj prindrit kur i takoj miq të mi të cilët po bëhen prindër, ja këshilloj shumë që të vazhdojnë të bëjnë atë që kemi bërë dhe ne kur kemi qenë të vegjël. Kemi parë Sailor Moonin, kemi parë Goku, do shkojë ti jetoje një herë në Tokyo. Si? Do shkojë ti jetoje në Tokyo përgjithmonë. 100%. Nëse do më jep, nëse çfarë në fakti që ti nuk punsohesh dot atje. Jo, nuk punsohesh dot. Ata për të huajtë kanë mënyra më e mirë për të qëndruar në Japoni ose me shkollim, pra nëse shkon të bësh universitet dhe më pas të gëzosh dokumentet, ose nëse martohesh me qytetare japoneze. Ja këtu në prish puna. Po thuaj se e pamundur ta bësh ndryshe. Nëse do më jepë mundësia të më thuaj. Se mos vënë shkollë dytje? Ja. Ata të thonë, nëse të gush do vinte të më thoshte nga ambasada japoneze këtu në Tiranë që ja ku e ke lejen e qëndrimit, do shkoja. Po dhe nuk do më trëmte, të betohet Arioni, nuk do më trëmte asnjë punë edhe bek, pra edhe punë pak më të thjeshta për të jetuar në atë lokacion. Do bëj edhe punë nga më të rëndomta atë? Çfarë do lloj pune e cila të ishte ndeshme? Vetëm se imagjino sa ishte 37 milion banor dhe s'ka një vend për ty ai më sa. Është e çuditshme. Shumë faleminderit të dashur miq, Ariol, ne duhet ta përfundojmë këtu, e di shumë mirë, po un kam regjin dhe e shoh. E shoh kur ata më komunikojnë që duhet ta mbyllim. Të dashur miq, shumë faleminderit, keni qenë në Trip Top, keni qenë me Ariolën, keni qenë me Arionin, Andi Vrapi na bëri shoqëri për rreth 1 orë, nëse keni dëshirë, çdo të diel na keni këtu. Faleminderit që keni qenë me ne, do të ridëgjohemi të dielën si gjithmonë në orën 18:00. Ciao ciao.